Jam Hysni Eshja, në fshatin Jagodin. Paraplegjik, tredoplegjik. Dhe prej sa kohësh dhe si Kam, e keni humbur aftësinë tuaj për të ecur? kam rreth 20 vjet. Si ka ndodhur? Gjetëm makinë, ma pruni mik në Italia, ma dhërojti. Mirë, keni kërkuar që të rimbursojeni për karburantin e makinës tuaj. Dhe ndërkohë keni marrë përgjigje negative, apo jo? Negative. Pse? Nuk e di. Bana gjyqin Durrës, ma dhanë. Unë duhet, se unë kam të mija, thash, makinën kam. Nga misioni stop, çfarë kërkoni, zotë Hysni? Më zgjidhet kjo hallë që kam në këto ditë që nga ka nel. Do që bën kërkesë tek ne, shumë si që rasti juaj, që se bën një kërkesë zyrtare që tua karburant, nga ana e juristës kthehen përgjigje duke referuar bazës ligjore që nuk futen më në skemë. Zotë Hysni, pasi ka ezauruar procedurën shkresore ndaj Institutit të Sigurimeve Shoqërore, i është drejtuar gjykatës së shkallës së parë në Durrës, ku kjo gjykatë e ka nxjerrë zotin Hysni për fitues, për sa i përket rimbursimit të karburantit për makinën.